Përshëndetje. Që një video e re, sot hapëm një video të re, nga ka fund. Që ka kërë në kopë është. Edhe me ka për vajtë të bëj lezi. Edhe duhet t'ju them se bën shumë ftohtë. Nuk kam vën asë një make-up asë një gjë. Po duhet t'ju tregoj se kam vën në ruzë. Ruzë sepse na e ftoti. Është minus 6 thot, po ndjet si minus 10. Dhe bën shumë ftohtë. Dhe ndonjë fjalë. Nuk më del ashtu që është për të dalë, sepse bën ftohtë, më ka ngrit e gjithë fytyra komplet. Kështu. Të shkoj se kam në orën 10:40, po kam 20 minuta larg, aty është një qendër tregtare afër, do hyj çka aty, të shohim një gjë. E pastaj do shkoj të bëj leza. Ku të vete ora. Prandaj ju hapa. Edhe shifëm më vonë. Ku të vete të bëj laser. Nuk e di po më pëlqej shumë të syzet. Dhe unë nga që gjithmonë kam dashur të kem një par syze, të them si transparente, po të jenë shumë dhe shumë të bukura, se unë nuk kam problem me syt, po më pëlqejnë shumë. Ndërkohë, cigaria vazhdon. Që kam i velprën. Po dola të bërë laser. Të shkojmë tek qendra tregtare se vënua shumë autobusi, kishte shumë trafik edhe erdhe fiks në orë që duheshen. Edhe mendoj këtë qendër tregtare të shkojmë ndonjë gjë. Pastaj të shkoj në shtëpi të pi kafe, se s'kam pjesë kafe, ndoshta të marr këtë qendër tregtare, nuk e di. Po duke parë. Bën shumë ftohtë dhe nuk kam mundur fare të xhiroj, sepse më ftofet shumë dora. S'kam as dorashka dhe bën shumë ftohtë. Ekstrem ftohtë. Edhe men të shkoj. Mredizoj, mos bën kalkulime e kryt, fort mos e qaj, mos u tut nga vdekja, ajo nga lindja ka fillu, tutu nga tuta, jetë me jetu. Sa po qem në supermarket e Lidl dhe t'ju tregoj çik shpejtë çfarë kam marrë, sot është e premte. Edhe që është e Lidl me makinë bashkë me burrin, sepse kemi ushqim. Nga që këtej koha shumë e keqe, i po bie borë për jashtë, që të dini. E prandaj më shkojnë mua me këtë bluzën kaq të trash. Mora kos për Klarën. Kam shumë kohë pa treguar tek vlogët, te videot e mia supermarket haul. E tash të tregoja. Kos për Klarën, mora edhe këto kpucë që më pëlqen shumë, ishin edhe kështu me drita, për Klarën, Klara shumë shpejt ja ndërroi kpucët, edhe i mora këto na lupilu të Lidl, më pëlqyen, 14 euro, më zgavoj, mora këtë orizin, kështu të kaftë, më pëlqen shumë krye për pilav, pastaj një kastravec, salam toster, djath toster,
Qumësh për kafe. Një ku nuk pivi më duket. Lule lakër e bardh. Leshish ku nuk pivi. Shqip, lule lakër e bardh. Banane. Dhe ilaç enësh. Zakonisht nuk marr të ilaçin enësh, por Lidl nuk e ka ata që marr una. Unë marr zakonisht tek këtu. Në kjo firma këtu. Më pëlqen më shumë fila jenët nga ataja. Qesja pariku. Qesja dytë. Djath. Qumësh pana. Pastaj mora një peshk. Për Klarën t'ja bëj sot. Okej, s'ka do ka datën 5:02 se harrova fare të shikoj atje. Ves në Lidl. Speca. Duenze. Brokoli. Domate, për janë këto të voglat. Qep. Edhe posh kam patate. Tjetër që nuk kam të kjo qesja. Qep dhe patate. Pastaj, nga që kam zënë brum për të bërë byrek, mora spinaq, molto, të mëngjes për diçka të shpejt, 2 dhath, sepse thash do bëj byrek dhe duhet dhati, 2 dhath, një çokoladë Klarë si pëlqen kjo ndonjëherë javë, të haj, pastaj darth, kafe, mora këtë kafe nuk e kam provuar asnjëherë, po mora këtë ta provoj një se si është, kafe thjesht. Po s'më pëlqevi hedh qumës dhe më romabeti. Për byrek, e hedh brenda, bëj byrekun. Dhe këtu kemi 2 patate të ëmbël. Dhe kjo ishte supermarket haul. Edhe unë me do bëj shpejt, do kap flokët, do laj duar, do vaj këto gjërat në përvajt, do filloj të bëj byrekun, se s'kam kohë në orën 3, duhet marrë Klara, në ora ime në këvajt në 1, edhe duhet të bëj shpejt. Një që se hodhë si ishte grisu ime, do filloj. Tak, mami që këte, që kaluga këtu. Stopi. Mami, se po... Se shumë rapiku. Jo, tash të e moj. Në këmë. Në këmë. Kose përshëndetje, unë dhe Klara qem në supermarket, erdhëm në shtëpi, i vura gjërat këtu larg dhe dua t'ju tregoj se çfarë kemi marrë. Unë ndërkohë jam ndruar ka vesh bijamet, nuk mund të ndruaj me robet, edhe vesha bijamet. Edhe do ju tregojmë se çfarë morëm. Çfarë është Klara? Miell. Me për pita. Miell për të bërë pica morëm, 1. Kos? Kami shumë. Po, nuk kemi shumë. Kos? Kosh. Ne për patron, për Klara, po? Ti. 2, 1 gos dhe 1 Tuni. çun, po, bravo. Tasë. Ky çfarë është? Titas. 2 djatha. Taso. Djath. Tias. Bravo. Kjo është shumë e mirë. Qa bën? Kjo është shumë e mirë ku duhet të lysh bukën. Puka. Më pëlqeu shumë, më shumë e mirë, është si krem të bukë. Është kjo balanca, po ta mirë në këtë është shumë e mirë, ha? Shek.
Ky është fryes për të hedhur na për ëmbëlsira, ku dua të bëj një ëmbëlsirë, dhe do ju tregoj një ëmbëlsirë që është shumë e mira me biskota Oreo. Këteja dhe kjo është Murte. Një murte. maja, kjo është maja. Si murte. Po. Si molto? Po. Kjo është një vezë për Klarën, morëm dhe këtë këtuja. Neve nuk i hajmë to që ka veza këtë çokoladën, po i marrim lodrana, po jo? Po. Ti pisu magete. Po. Del bështim ma keq. Po. Ky kos. Kosh. Nuk e di të treguam kosin, po kos, marrëm kos. Ti Mora një kola, marrë këtaje sepse ku marrë kolën tamam nuk e di, nuk po më pëlqen. Nuk e pi të gjithë, po më pija sa dua, do një herë. Mora një buk, No, një bjek. a byrek ashtu mama, një buk për vete. Të le tu. Mora 2 avokado, Një pute kaku. 2 avokado. Mora vezë, ka filluar të marrë këto vezët. Po. Mora direkun e Klarës, që vazhdoj të haj, një moment ka si i hedh. Mora një buk, po. Buk. Në të kom të një mora. Mora banane, si moki, të bëjmë si moki, po. Klara do të hante këtë salamin, nuk e di a do i pëlqej, po do e provojmë, apo jo? Dhe do e hajmë, okej? Mora një kastravec. Sa të vedu më ullë. Po, e mërë Klara të kopsht. Pastaj, për budalik moram një kështu, patetina, e një kështu. Ty patetina. 2 patetina, dhe lem tu. Ai në skala. Do haj nese, Klara. Moram dhe molto për mëngjes, në një herë. Papi të motu. Bab do molto, po. Po, Pastaj moram karota të vogla për Klarën. Moram toja. E mojë. Qështu e pasta tagliatella. Nuk e di. Po unë këto i përdor për të bërë jufka. Bashkë me mish pule. Po, bashkë me mish pule. Po, jem për të vogël. Dhe be këto të bëja bashkë. Do zje mishin, pastaj lengun e mishit do i shkush to, do i fus në furr. Prit. Jo këto ja. Do i shkush në furr makaronit, pastaj i hedh lengun e mishit, pastaj vedhe mishin afër fundit që të piqet pak. Morëm toja, që i bëjnë do një te omeleta. Morëm një tortë, se Klara si është fiksuar torta që i bërëm babit për ditë lindje. Papi. E i prishi babit por ajo? E prishi ravet. E prishi dhe ravet, në rana duart. Pastaj morëm po aty, 2 dhath. Çfarë mama? Nuk e di. Qumësht, morëm 2 qumësht të tillë, njëri ashtu dhe tjetri është këtu. Të mija. Po kemi ndryshuar qumësht që Klarës dhe japim këto. Të mija. Po janë të mira këto. Pastaj morëm këtë kafen. Do e të ndryshoja kafen dhe thash pse jo mos do rikthem në një të kjo. Mora një kulur. Kështu. Është rrethorja kështu. Nuk e di si quhet shqip, po gëshisht quhet kulur. Ta ndahash? Bravo. Dhe pastaj mora jo vaj. Uthull për të larë frutat, perimet dhe vaj. Unë e diellit. Edhe këto maruan, ushimet. Dhe të gjitha këto vajtet është 71 euro. Okej, 8 euro e ca bën të torta. Kjoja mishi pulës bën të 13,36. Këshu rritër. Do ashtë këshu shalam. Je po pritë lajnë mamë një duart. Po preka ushimet, një moment. Preka shumë etiketa? Nuk janë të keqe, mama, po duen
E që do t'jap tyje, edhe mamë këtu të pjata. Nuk të pijata. A të pjata, që mos të bje poshtë, buma. Si bëj? Ka marrë të bëj pizza, sepse s'di se çfarë të gatuaj, po sa do bëjmë teje. Na, se u put kjo. Ha, haje. Haj, mama. Leka, leka. Ha? Nuk bën kjo, ma. Se e poshtë. Si kemi thënë ushqime që bien poshtë, nuk i hajnë. Se mushe me pisliqe. Kësi pasë? Ma je fort. Po kjo është e pastër. Ha, hajde. Vetu. Ha. Të vej dhe mami byrekun, t'hash bashkë me byrekun. Opa, mau. Hecë ulimen atje, dhe të hash. Sa të mush mami biberonit atë me ujë. Mami, E? unë e të të pisa. Dhe ti ke duar të pista? Hajt të lajmë. Tu, hajt. Ku je? Jo, nuk i lanë do të këtu t'ja, që të i ashtu, kjo është biberoni që bim ujë. Nuk lanë duar. Do ujë. Sa shumë ujë pive ti? Futi të goja pashinën. Jo, nuk e fusim të goja plaselina. Jo, se na të mgojë pastaj. Wow. Koca, Klara që voskil. Hecme. Edhe kështu, unë do përgatisim të vej një këto gjatë në përvendet. Po flasë shu se ishte kam ma ullët që ashtu Klara. Do vej një gjërat në përvende dhe pastaj do filloj të vej pulën të zijet dhe pastaj do filloj me ushimet, me gatimet. Edhe kështu. Bora akoma nuk na ka shkruar, shikoni se është bërë dritare me avull. Që të dini juve se Bora tek ne nuk shkrin akoma se vetëm bie. Dhe shumë ftohtë. Kafja ime ndërkohë te dritarja. Ndërkohë Klara është këtu. Haje, bukur. Kafshojmë bukur. Ashtu, hadhe byrekun. Bravo, bravo. Shikoni me kanatiere dhe poshtë kabati. Se gozës time do që t'i duket kanatierja. Edhe për këtë arsye. Është me të kanatierën ashtu. Edhe kështu unë do ju lej. Kam xhiruar disa po. Kam xhiruar disa gjëra, por nuk e di a plotësohet tamam video për ta hedhur. Edhe shikoj po plotësua, po ju lej këtu, po si po su nuk hajnë dhe ato mama. Po nuk e plotësua, atëherë do vazhdoj vlogun. Kështu që kam nisur avash vlogun, avash dhe ngadal. Se vërtet nuk e di se çfarë të tregoj. Klarë që në kopësh, pastaj rikthem në shtëpi, nuk kam bërë asnjë gjë. Borë ka rënë, nuk e se çfarë të bësh. Edhe këto. Haj. Edhe kështu, unë i mend do filloj të vej gjërat në përvende dhe do ju flas më vonë ose po që plotësuar vlogu, shifemi të video radhës. Përpafshim në